Flasim jemi në dhjetor, në Krishtlindjet e vitit e ri, festat. Çfarë preferojnë shqiptarët? Për ta bërë pyetjen të drejtë për drejtë. Pushime brenda vendit apo pushime jashtë vendit? Normalisht kërkesat janë në nivel mesatar. Një pjesë e mirë e klientelës janë ata që preferojnë resortet me borë kështu rreth e rrotull, po kemi edhe të tjerë që me shumicë me destinacione si të Korçës, si të Vlorës, si të Llogaras, to vendet kështu turistike që janë me terrenet malore dhe një hap i madh ka qenë ky kompleksi i madh i hotelerisë që kanë bërë festën e vitit të ri të programuar. Ka shumë kohë që shitet si pakete dhe besoj që do jetë një sukses i plot deri në fund. Flasim për shqiptar brenda vendit apo edhe shqiptar në Kosovë, Maqedoni apo me të tjera, cilët zgjedhin të kalojnë pushime. Vlorën me shumicë kanë zgjedhur shqiptarët e Kosovës, më pak ata të Maqedonisë, ka dhe ca grupe të vogla italianësh që e kanë synuar për festën. Ndërkohë përsa i përket destinacioneve jashtë territorit të Shqipërisë, cilat kanë qenë ose vendet më të preferuara nga shqiptarët për të kaluar festën e fundvitit dhe si janë rezervimet këtë vit krahasuar me vitet e kaluara? Rezervimet në fakt janë pak më të ulta, vendet që mbajnë, po themi, peshën kryesore për këto janë këto vendet me borë, Mavrova dhe Budva në Maltëzi me shumicën e resorteve që kanë, ofrojnë koncerte për natën e vitit të ri me këngëtar shqiptar. Rezervimi për në Evropë ka patur? Ka patur, po ki parasysh që Evropa më shumë shfrytëzojnë në Krishtlindjen se sa vitin e ri. Është edhe një çik kohë me shumë trafik atje, me çmime goxha më të larta dhe paketat nuk është se arrin që të jenë, po themi, shumë ekonomike, që të mund të ketë një grup të madh që t'i synojë. Flasim për pushimet në Vlorë. Ata që kërkojnë Vlorën, duan paketë në plot, all inclusive, të përfshirë bashkë me darkë nga la, apo thjesht hotelin apo Po, jo. Përgjithsisht është paketa e mundësisht hoteli mëngjes darkë, me natën e vitit të ri të përfshirë. Shumica kërkojnë që t'jetë e përfshirë dhe njëshi, sepse s'duan që të ikin, po themi, në datën një, duan që t'jenë këtu 2-3 ditë, a shfrytëzojnë atë ditën e pushimeve. Faleminderit ju.